Përshëndetje, si jo ditët magjike të pushimeve tek ëndra më e bukur Time Center. Duke filluar nga data 2 qershor, ashtu siç është tradita tashmë, do të fillojmë me sezonin e kampit veror. Kampi veror që këtë vit do të vi me shumë risi. Së pari, do të jetë i shtrirë në 3 module, moduli i parë me 2 vate ushqim, moduli i dytë me 3 vate ushqim dhe moduli i tretë paketat netët magjike në Time Center, paketat me fjetje në të cilat do të kemi risi dhe shumë surpriza që do t'i zbulojmë avash në ditët në vazhdim. Kampi veror do të jetë organizuar në orarin zyrtar 9:05, por fëmijët mund vinë në institucion duke filluar nga ora 7:30 mëngjesit. Do të kemi një kurikull gjithëpërfshirëse, ashtu siç është traditë, do të jetë ndar 50-50. 50% do të jetë aktivitete në institucion, ku përfshihen biblioteka, studim dhe lexim jashtë-shkollor, përgatitje për klasën në cilën shkojmë në ciklin nëntëvjeçar. Art craft, dance, pikturë, lëra interaktive, formulat e famshme, learning by talking, talking by learning, të ftuar special. 50% do të jetë aktivitete në natyrë, ku përfshihen mini-guida, guida tradit të njohim qytetin tonë, vizita në institucione të ndryshme, vizita në biznese apo kompani të ndryshme dhe ekskursionet e mëdha. Ekskursionet e mëdha që do të përfshijnë Tiranën dhe jo vetëm. Të gjitha këto, duke filluar nga 2 qershori deri në datën 29 gusht. Risia e këtij viti do të jetë që kampi veror do të vazhdojë deri në datën 29 gusht. Do të kemi plot surpriza, do të kemi plot elemente të cilat do t'i zbulojmë avash në ditët e vazhdim. Jemi Time Center, jemi ëndra më e bukur.